kur e quajnë të mbaruar, pse kërkojnë ta dëmtojnë fizikisht liderin e opozitës, Edi Rama me shok? Kush e ka pa mbrëm, po bëjmë gati sa u bë 24 orë nga protesta e opozitës e mbrëmjes ndjeshme, 8 maj, dhe i keni pa gjithë, e keni pa live protestën, ka qenë një sulm që kishte për shënjestër objektiv kryesor Sali Berishën. Ajo makina e madhe që gjun atë ujin me presion shumë të lartë, gjuante drejt çadrës ku ishte Berisha. Vendi ku ishte Berisha në protest ishte krejtësisht i qartë, sepse ai ka një çadër kishte një çadër me shenja të kuqe të zeza që dallonte, domethënë objektivi, plus që duket edhe nga truprojat që rrin aty. Po ta shihni, ka një moment në video ku i shkon ajo tuba ujit e kështu. Unë s'desha të merrem fare me punën e protestës, po më bëri përshtypje se pash kishte hedhë një video kryetari i grupit parlamentar të PS-s, Tauland Balla, edhe kishte hedhë video ku dukej Berisha me atë kundra gazin, me çadër, edhe me ato syzet kështu për t'u mbrojt nga gazi lotësjellës. Edhe kishte hedhë Taulanti ato dhe bote ironi, a i njihni kush është, na e dini kush është. Sigurisht ai ishte Sali Berisha. Tani ne për ditë ngjojmë këto larot që bëjnë opozitën e opozitës, që paguhen nga pushteti, nga Edi Rama, pra për të tjerë narrativën e tij, që Rama Berishën do si kundërshtar, me Berishën kryet opozitës, Rama rron edhe 100 vjet e kujdun. Por të njëjtat gjëra ju i shihni që i tjerë edhe media e mazhorancës. Pra po të shihni ke Carlo Bolino, ke Merobazet, ku janë këto mediat, Euronews, Top Channel, të gjitha shkojnë pas një narrativi që i ka kriju pushteti, është kriju në bodrumet e pushtetit Edi Ramës, që të krijojnë idenë që Berishën do Rama përballë. Por në fakt është krejtësisht e kundërta kur e shef me fakte. Përveç atëhere që i futën njëri që e gjujtën me grusht mes protestës e kështu, 2-3 herët e fundit, makina që hedh ujë me presion shumë të lartë, edhe policët që hedhin bomba me gaz, i shënjestrojnë ato drejt Sali Berishës, 80 vjeç. Pra, është tentative pastër për ta dëmtuar fizikisht. Pse duhet një pushtet të dëmtojnë fizikisht një kundërshtar për cilin thotë unë jam komod me këtë, unë rri dhe 100 vjet në pushtet me këtë? Pse tenton ta dëmtojnë fizikisht? Këtu, kush ka pa videot, shkoni shihni videot, edhe do ta kuptoni që nuk është as pak komod. Dhe kërkon, sepse e di që vetmja forcë, i vetmi njeri që nuk e le të shuhet zërin e opozitës, që i mbledh njerëzit her pas here në shesh, që bën betejë në parlamentet gjitha me radhë, është vetëm Sali Berisha. Edhe këtë po a them tani, nuk do ta tregoj emrin sepse është një bisedë private, po isha para disa ditësh me një eksponent shumë të lartë të Partisë Socialiste të Rilindjes, më thirri për kafe, shkova e takova, edhe pim një kafe të gjatë edhe bëm mohabet, normalisht është njëri shumë i afërt me Edi Ramën, pra rrin afër, është eksponent i lartë i Rilindjes, edhe duke bë bisedë, më foli për këto, më foli për Ramën e për gjendjen ku ndodhet e ku njën gjitha mëra, dhe Ramu Abedi ke opozita. Tani, për juve që ka ca maskarej, ka ca fëllishësira që
më shkruajnë mu në Facebook, kujtun këtu në komente në YouTube që më thonë i shërbej Berishës, se kështu nuk i shërbej fare Berishës. I shërbej bindjeve të mia edhe i shërbej të vërtetës time. Pra harronje se ka nëj ordiner, nëj langaraq që mund të më pozicionojnë mu se po i shërbej Sali Berishës. E kam thënë hapur pse e kam mbështet Sali Berishën që kur ju shpall ajo non grata dhe pse vazhdoj ta mbështes. Edhe disa nga arsyet po i tregoj tani. Në bisedë me eksponentin e lartë të rilindjes, ra muhabeti edhe më pyti, tha po këtej, tha nga opozita, tha qa menon, tha si i kanë punët, o si duken, e kujtun si e shu. I thash do ta them unë si duken, po do më thush do të them dhe i përgjigje, por do më thush edhe ti, thash se qa mendon ti pa unë diku nga përgjigja që do t'jap unë. I thash unë opozita, aktualisht sot për sot, qëndron në këmbë, mahet në këmbë, vetëm sepse është Sali Berisha. Pra sepse është rikthy Sali Berisha, e rikthyt ju, se lujtët gabim, me non gratën e me blerjen e lulit e gjitha me ra, dhe është i vetmi njeri që sot mund ta majnë gjallë opozitën, sepse me çdo njeri tjetër i thash, ju nuk e hani opozitën me lug e me pirum, po e hani me thoj, e hani komplet. E dini cila ishte përgjigja? Qeshi? Dhe tha ke absolutisht drejt. Kjo është bisedë private. Unë në njërit që mund të më shkruajnë privatisht, mund t'ja tregoj dhe privatisht, por ka njerëz, kam dëshmitar që e din që po jam duke thënë të vërtetën për këtë gjë që sa po thash. Pra në qoftë se sot ka qenë protesta e opozitës, ajo mbrëm ishte e 8-ta, në 6 protesta, në 7 më duket, përveç njërës që nuk është bërë lajm i madh ndërkombëtar, në të gjitha protestat e tjera, agjensitë më prestigjioze ndërkombëtare, nga Reuters, CNN, Al Jazeera, mediat gjermane, mediat italiane, i kanë bë jehon dhe mos themi që e kanë fry protestën pak më shumë se sa ka qenë realisht. Edhe i kanë pas titujt protesta antikorrupsion në Shqipëri, opozita kërkon largimin e qeverisë për aferën korruptive Balluku Rama, pra nuk shkruajnë asnjëherë mediat ndërkombëtare, nuk e ka edhe opozita takatin siç e ka pas Partia Socialiste përmes lidhjeve me Sorosin e me shoqatat e gazetarëve, kujtu, që të shpërndante dhe të spinonte lajmet e vetja në mediat ndërkombëtare. Vin ato vet, i gjëmojnë ato vet, i kërkojnë ato vet për ta bërë lajm ndërkombëtar Shqipërinë, shqetësimin e atyre njerëzve që ngrihen atje dhe në këtë mënyrë shprehin edhe shqetësimin që ka Bashkimi Evropian me Edi Rama. Për shkak për cilit i ka mbyll rrugën e integrimit. Le të thoni çfarë doni ju, është lajm, është fakt që Mali i Zi ka ngrit grupin e punës ad hoc me Bashkimin Evropian për të mbyll grup kapituit, ndërsa për Shqipërinë nuk ka deri tani asgjë, sepse është kusht mos pengimi i drejtësisë për rastin Balluku edhe këto. Pra, që të kthehemi aty, pse këta kur i kanë punët kaq mirë, kur du një kundërshtar si Berisha përballë dhe jo fjala vjen si Meremja, që u dhimbset mediave të Carlos Meros e kujto mediave të rilindjes në përgjithësi, pse shqetësohen? Pse Edi Rama e godet me ujë, e godet me gaz lotësjellës një 80 vjeçar për ta dëmtuar me qëllim të pastër për ta dëmtuar fizikisht, që të mos ketë mundësi të vinë herë tjetër në protestë. Pse? Ja bëni pyetjen vetes, bëni pyetjen vetes. Sali Berishën mund ta kesh inat, mund ta urresh, mund mos pajtohesh me të, po një gjë këta s'ja mohojnë dot. Nuk ka një shembull tjetër të rezistencës që po bën ai. I ka pas të gjithë kundër. Me Europë, me SBA, me Britani, me partinë e vet që e pati kundër kur e shpalli Lulzim Basha,
e përjashtoi nga partia, të gjithë i ka pas kundra. To, kësaj bi, 2021-2022 kur e përjashtoi Trapi. 2021. Nga 2021 deri tani ja ka dal që të marrë disa rezoluta nga partitë popullore europiane, pa partitë si motra të PD-s, por që në shumicën e vendeve në përbot janë mazhoranca. Qeverisin Gjermani, qeverisin në Argentinë, qeverisin në Amerikë, në shumë vendet botës, edhe të Europët botë gjitha, ku bëjmë pjesë të EPP-t, ka marrë disa rezoluta nga ato. Vetëm prej këmbguljes së tij. Non grata, estër non grata, po besoj e dini të gjithë tani që është baras me 0. E ka marrë vullën që është një akt politik i bler nga Edi Rama përmes Sorosit me Blinkenin e me tjetër. Po ashtu, po ta shofësh sot në lajmet gjitha mediat e rilindjes, nuk kanë asnjë lajm për sulmin tjetër, përveç atij që u sulmun Berisha, që u sulmun të gazetarët dhe operatorët makina e xhirimit e syrit. Si ka mundësi? Nuk e kanë. Nuk e kanë asnjë lajm. Përkundrazi, sot në për ato gjenë gjithë lajme me saljanjra, me tjetri, me radhë, dhe nuk gjenë një lajm solidarizues, që kanë kjo vjen vetëm një ditë ose 2 ditë mas si ato safe journalist o organizatat për median e nxorën Shqipërinë në humner për lirinë e medias, për presionin që i bëhet medias, për kapjen që i është bë medias e gjitha më radhë. Po megjithatë e lëm këto se çështje mediash edhe ndoshta në disa raste kjo kthehet edhe në reciprocitet. Po ama është e pamohueshme, është e pafshehshme sulmi që i bënte ajo makina me ujë Sali Berishës. Protesta mbrëm ishte më paqësore se çdo protestë që ka pas ndonjëherë opozita. U bën 2-3 orë qull në shit atje. U bën ujë. U nisën qytetar me shku me bot xhiro ke Ministria e Brendshme, u pren rrugën atje, u gjujtën me gaz, u gjujtën me këto. Pra reagimi i policisë mbrëm ka qenë kriminal. Ka qenë reagim jo vetëm jo proporcional, por kriminal. Sepse kur në asnjë vend botës nuk reagon policia ashtu nëse nuk provokohet. Ata s'kishin takat mbrëm të gjujnë as me fishek zjarre, as me kështu molotova se i fikte ju lagej baruti, pra dhe ishën shumë qetë, dhe në këtë pamundësi të protestuesve dhunën e nxiti si për herë policia e shtetit. Policia e shtetit që kërkon me çdo kusht të friksoj njerëzit, ose të tregoj në trimëri të madhe të shefi të Edi Rama që shif si ua bëm, shife çaj bëm Berishës e gjitha. Po që ka qenë e porositur sulmi i drejt për drejt me ujë, që nëse s'do kishin qenë çadrat, nëse s'do kishin qenë ato bodyguardët, ajo mund ta dëmtonte fizikisht rënd Berishën, sepse ka presion shumë të lartë ajo, të fortë ajo makina që gjuan. Që kjo ishte e qëllimshme, që kjo ishte e porositur, shifeni sot te Facebooku të Aulantit edhe e kuptoni aty. Pra që objektiv është ai. Është një 80 vjeçar, cilin këta përpiqen të thonë që ato duam si kundërshtar, po nga ana tjetër duan ta sakatojnë fizikisht. E thash edhe një herë, po e përsëris prap, mund mos bish dakord, mund mos e dush Sali Berishën, mund mos e votosh e kujtun. Po ajo është e fllihur ajo që kanë bërë këta, është e turpshme, është kriminale, që të sulmosh liderin e opozitës. Që du t'jetë
të paktën një vend normal, demokratik, do të jetë njeriu i dytë më i mbrojtur në shtet, si paralele e kryeministrit. Por do të jetë njëri që t'i garantohet jeta, t'i garantohet siguria fizike, t'i garantohet mos cënohet sepse është gjysma e popullsisë, që si ka, nuk po themin shifra në përqindje, po gjithmonë opozita edhe sikur 5 deputet ketë, nëse s'ka tjetër, do të thotë që është gjysma. Se kështu ndahen në demokraci, e kundërta e pushtetit është gjysma. Por jo, këta duan që ta dëmtojnë fizikisht, tani pse e kuptohet lehtë. E kanë frikë, nuk dorëzohet ai. Nuk dorëzohet, edhe siç u thash edhe në bisedën që pata me këtë eksponentin e lartë të rilindjes, ma theksoj sigurisht bëri shumë kritika drejta për opozitën, për çështjen e organizimit dhe për çështjen e këtyre të kujton ne dopsi që kanë deputetët e për kujton komunikimin e gjitha me radhë, por kur erdhi çështja që i thash unë mos ishte Berisha, ju do i hajet ata me dur, kështu, jo me luge me pirun. Qeshi edhe tha ke drejt shumë, tha shu është ta. E rikthym me zër, u tregum të pa mençur. Po siç duket, se unë s'po vazhdoj më bisedën që kam bë, siç duket ata mendon që me llogaritë veta e vrasin politikisht. I bën llogaritë e vrasin politikisht, në Amerikë është Blinkeni, zari Sorosit, në Europë po Sorosi kishte ca qeverit vetat kryesore të këtej, edhe hajde po e heqim, po e eliminojmë, po e zhdukim një herë për gjithmonë Berishën nga politika, po vejmë Lulin aty, me lule me pekule dhe po shtyjmë sa të du në pushtet. Me të zhduket, i bën llogarit pa hanxhiu, sepse rikthyn Berishën. Edhe po ta shofësh ai është interesant shumë, që nuk dallon ai se ke aksioni politik nuk dallon si kur ishte 40 vjeç si tani që është 80, është në të njëjtën energji. Do të thonë një 80 vjeçar aty, ta sulmosh me ujë, ta sulmosh me gaz, edhe të rinë gjithë natën si ata çunat e ri që rrinë në protestë gjithë natën, kjo është shumë interesante. Por që ajo që doja unë që u më bëri shkas për të komentuar sot, për të bërë këtë video, se kisha planifikuar diçka tjetër në fakt, se që edhe dita e Europës sot e 9 maj e kështu, po nuk u mora me ato se tërhoqi vëmendjen shumë ajo pjesa e videos që kishte postu Taulant Balla me ironi. Taulanti që tani duhet të shkojnë t'jap llogari para kolegëve të Spakut se mos ka bën ai proçk me ato denoncimet për hatër të partisë, edhe fillon e bën kështu gjërash. Kështu që kjo është ngrini, edhe nëse më quni mu se po i shërbej Sali Berishës, hapni videot edhe shifeni vet. A i gjujnë qëllimisht me një presion të fort me atë makinën e ujit Sali Berishës ata apo jo. Dhe kujtoni që ajo është 80 vjeç, dhe çfarë i bën një 80 vjeçari ajo nëse s'do kishte perimetrin e sigurisë të gatshëm që me çadrat e me gjërat. Çfarë i bën moshës atij? Ose çfarë i bën moshës atij? Gazi lotësjellës. Pasi ta shihni videon, ta dalloni këtë, pyesni veten tuaj, a kështu trajtohet një kundërshtar të cilin thua se e kam të lehtë, e kam të preferuar, këtë du përballë gjithmonë? Bëjeni këto pyetje vetes tuaj, edhe ta kuptoni që leqi ajo ka nxit irritim edhe ke socialistat vet, se e kuptohet ajo, domethënë që tregon dobësi pushteti kur bën dhunë.
është i lloj siç i thon Berishës tanë në 96, në kur i rrifte Berisha këta i thotonte. Është e njëjta gjë. Po sillen ashtu siç kanë kritiku Berishën. Po rrafin njerëzit, po dhunojnë njerëzit që dalin, protestojnë dhe janë kundër kësaj qeverie, kundër vjedhjeve, kundër masakrave ekonomike që i kanë shkaktuar Shqipërisë këta. Si për shembull që dalin këtu rob që janë artista edhe dalin edhe bëhen investitor strategjik ose ndërtojnë kulla nga 24 në Vlorë, siç ishte ai rasti aty Veshajt, atë që ishte ai që doli sot. Pra kjo është një pikpyetje e madhe ose pyetje retorike, ore pse duan me dëmtu fizikisht këta Sali Berishën kur thonë që ne kemi kollaj me atë. Pse duhet me dëmtu? Duhet me majt mirë biles. Duhet me umunu, me rujt në protest, mos se prek pik uji, mos se prek fije gazi, kujdon mos e prek asi që fare, me majt mirë, me rujt pushteti që ta ketë aty. Në qoftë se është ashtu. Jo t'i lëshojnë tubën e ujit në kokën, trup për ta sakatu. Kështu që këto janë gjëra të thjeshta që secili ditë i dallojnë. Unë nuk po flas tu tani, nuk flas për njerëzit e smur, trush shplarët edhe ata që them unë mbeturina, por po flas për njerëz që janë edhe që mund mos e duan Berishën, që mund ta keni na, po që janë njerëz të ndershëm për të thënë vërtetën, janë njerëz të ndershëm për të gjykuar me mendjen e tyre, edhe për të bë dallimin se çfarë do të thotë narrativa e atyre që ngren Rama me opozitarët e opozitës, me larot e vet të drejt për drejt që kishte shkruajt njëri, prit ma si kishte shkruajt, kishte shkruajt njëri kishte bëj një editorial te Tema njëri, edhe thoshte nuk është meme, është editorial, kishte shkruajt a është Ervin Saliani, Nigel Farage i Britanisë Madhe. E kuptoni tani, njëri i thot, është si ky magjari Hungarisë. Do të thonë, qesharake, me gjithë këtë pushtet, me 83 vota në parlament, me drejtësinë e kapur, me presidencë inexistente, me media komplet të blera të kapura. Prap, ky pushtet është kaq fragjit, kaq i dobët, sa që e shef shpëtimin e vet, ta dëmtojnë fizikisht liderin e opozitës, të sponsorizojnë në artikuj qesharak në për mediat e veta. Pra është një paradoks i papar. Tash ju kisha lut kush e pa videon deri në fund, shkoni shifeni edhe një herë videot e mbrëmshme, se si e gjujnë me ujë dhe se si duket ashiqare që kanë qëllim ta godasin fizikisht, ta dëmtojnë fizikisht. Edhe pasaj bëni llogarit vet. Unë mendoj që opozita po provokohet nga protesta në protest. Opozita duhet marrë hak për ato që i ka bë policia e shtetit në çdo protest, sidomos në 2-3 protestat e fundit. Për gjithë thunën, për gjithë gazin, për gjithë shkopat e gomës, për gjitha arrestimet nga policia civile, nga gjitha, opozita duhet të marrë hak. Një opozitë serioze duhet përgatitet të marrë hak për gjitha këto. Sepse po i bin qaf kot, po e dhunojnë pa drejtësisht, nuk po e lën të ushtrojnë të drejtën e vet demokratike. Protest. I thonë rri këtu, ku të kemë vimu perimetrin, mos kalo këtej, mos kalo anej, do thonë shtet rrethim dhe vend ku ta përcakton pushteti se ku duhet ta bësh atë protestën ti.
Pra kjo është tmerr, është e patolerueshme dhe opozita duhet për gjitha këto që thash duhet marr hak. Për 3 protestat e fundit dhe sidomos për protestën e mbrëmshme, opozita duhet të marr hak. Kaq. Natën e mirë. Po doni shpërndajeni këtë, bëni subscribe kanalit, abonohu. Komentoni çfarë doni, vetëm ruani etikën që ta ruaj edhe unë.